Një analizë e re e ADN-s së Adolf Hitlerit ka zbuluar detaje të pazakonta dhe tronditse për jetën e tij. Studiuesit kanë identifikuar një çrregullim gjenetik, sindromën Kallman, që ndikon në zhvillimin seksual dhe mund të ketë shkaktuar organe gjenitale të vogla. Ata gjithashtu zbuluan që Hitleri kishte tendenca për autizm, skizofreni dhe çrregullime bipolare. Megjithatë, për shkencëtarët, ADN-ja e tij nuk është e mjaftueshme për një diagnozë të plotë. Një tjetër zbulim i rëndësishëm është se thashëthemet për prejardhjen hebraike të Hitlerit janë të pavërtita. Analizat e ADN-s, që u kryen duke përdorur një mostër gjaku nga vendi i tij vetvrasjes, konfirmuan se ai kishte prejardhje austriake-gjermane, duke shpërbërë legjendën për një lidhje hebraike. Detajet të tjera nga kjo analizë do të shpalosen në dokumentarin e ri ADN-ja e Hitlerit, plani një diktatori, që do të transmetohet premier këtë të shtunë në Britaninë e Madhe.